Këngëtarja e njohur shqiptare dhe tashmë deputetja e rizgjedhur Edona Lalloshi ka reaguar për herë të parë publikisht pas rezultatit të zgjedhjeve të 28 dhjetorit, ku qytetarët i besuan edhe një mandat tjetër në kuvendin e Kosovës. Përmes një video të publikuar në Instagram, Lalloshi ka falendëruar votuesit për mbështetjen e dhënë, duke e cilësuar këtë besim jo vetëm si nder personal, por si një përgjegjësi e madhe morale dhe institucionale. Në këtë zgjedhje, Edona Lalloshi ka marrë gjithsej 44.259 vota, me që rast ka siguruar një ulse në kuvend, duke u renditur si emri 18 më i votuar në radhët e lëvizjes vetëvendosje, partia e cila në total ka siguruar 57 deputet. Në mbishkrimin e videos, ajo shkroi: "Të dashur qytetarë të vendit tim, të dashur bashkëdhetar, ju falenderoj me mirënjohje të thellë për besimin që më dhatë. Ky besim nuk është vetëm një nder personal, por mbi të gjitha një përgjegjësi e madhe morale dhe institucionale ndaj jush dhe ndaj Republikës sonë. Çdo votë e juaja është zë, shpresë dhe kërkesë për përfaqësim të ndershëm, për drejtësi, barazi dhe dinjitet. Angazhimi im si deputete do të udhëhiqet nga besimi dhe përkushtimi për një shoqëri më të drejtë, më të barabartë dhe më prosperuese. Ju siguroj se do ta ushtroj këtë mandat me integritet, përgjegjësi dhe transparencë, duke mos harruar asnjëherë se pushteti buron nga qytetari dhe i shërben vetëm atij. Faleminderit për mbështetjen dhe për besimin tuaj, me respekt dhe për ulësi, Edona Lalloshi." Reagimi i saj është pritur me komente pozitive nga ndjekësit, të cilët i kanë uruar suksese në mandatin e radhës, duke theksuar rëndësinë e përfaqësimit dinjitoz në kuvendin e Kosovës.